Projekti Korça Riciklon, i cili po zbatohet prej disa vitesh tashmë në qytetin e Korçës, ka sjellë ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve për ndarjen e mbetjeve që në burim. Më pas, këto mbetje riciklohen dhe kështu mbrohet dhe ambienti, pasi mbetjet mblidhen rregullisht nga firma e pastrimit të qytetit. Banorët thonë se ndarja e mbetjeve është diçka pozitive dhe se Korça vijon të ruajë epitetin qyteti i pastërtisë. Ju vetë si ndani? Në qesë për vete bidonat dhe ato të tjerat në vete. Përgjithësi si është Korça, duke qenë se ka qenë një qytet me traditë për pastërti? Pastër e rregullt, shumë e pasur. Në këtë drejtim është, sidomos në këtë zonën tonë njerë është shumë e rregullt. Shumë mirë, me qesë ka në dera, vemi marrim, edhim ato kapat çka çfarë kemi. E respektojnë qytetarët mesazh? Po, në përportat tona janë të gjitha qesë të mbledhura. Shkon makina i merr. Firma e pastrimit të qytetit ka hartuar ndërkohë një plan për grumbullimin e mbetjeve sipas lagjeve. Eksperti i mjedisit pranë kësaj firme, Erald Fejzulla, thotë se ky projekt është shtrirë në disa lagje të tjera në qytet. Nga viti në vit ka një ndërgjegjësim më të madh të qytetarëve, ka një përmirësim të këtij shërbimi. Nëse më përpara ky proces bëheshe në lagjet 1, 2, 3 tani është shtuar dhe disa lagje të tjera, si lagja 13, 14, mendojmë që të shtrihet akoma dhe më shumë, derisa të mbulohet gjithë qyteti Korçës dhe mbase pse jo dhe njësitë administrative në këtë projekt. Mbeturinat si metali, plastika, letra dhe qelçi mblidhen në një qese të veçantë dhe një herë në javë punojësit e firmës së pastrimit i mbledhin për t'i çuar në pikën e riciklimit.